një organizim ndryshe vjen në Michigan tani, me një suport të jashtëzakonshëm edhe nga shoqata e Jehona e Malësisë. Keni qenë gjithmonë afër aktiviteteve dhe afër artistëve. Si ishte ky organizim dhe cilat janë ato, le të themi, problematikat? Organizimi ka qenë i duhur me sukses, për arsye se kjo shoqatë dhe gjitha shoqatat këtu që punojnë dhe jetojnë për të mirën e komunitetit dhe në përgjithësi për edhe të komin shqiptar. Sot nuk mungoj as mund të them populli apo njerëzit që morën pjesë në këtë aktivitet, me qenë se me të vërtet ky aktivitet është i ndryshëm nga gjitha aktivitetet tjera. Ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë, por ata që e kuptojnë edhe janë të pranishëm. Pa marrë parasysh se kush ka pas mundësi të vinë apo jo. Falë këtij angazhimit dhe organizimit të shoqatave, unë personal jam shumë i kënaqur që isham këtu të marr pjesë dhe ta shoh diçka të ndryshëm që zhvillohet në komunitetin tonë. Më lejoni të them që ishte një nga këto aktivitete ndryshe, elegant, shumë fin, edhe me një stil nga jo nga ato tradicionale që ne jemi mësuar të shohim. Na erdhi sërish Gjergj Kastriot Skënderbeu nga Shqipëria këtu në mes të Michiganit. Çfarë ndjesie ju jep juve kjo? Është me të vërtetë është kënaqësi, me qenë se Gjergj Kastrioti është edhe te kisha e Shën Palit këtu në Rochester, është edhe në New York, ku me të vërtetë është i kënaqësi e madhe e komuniteteve që kanë arrit ta bëjnë diçka të këtillë, për këtu, nga ky moment nuk mund pati përmendur edhe artistët që ishin sonte, po dua të përgëzoj edhe promovimin e librit dhe ekspozitën e skulptorëve, shumë të njohur shqiptar, Ardian Pepa dhe Vlasov Sulaj, ku me të vërtet është një kënaqësi e një krenari për çdo shqiptar që këta dy emra punojnë dhe kanë arritur të arrisin vlerën shumë të lartë në krejt komin shqiptar. Unë i përgëzoj, uroj suksese, u dëshiroj gjitha të mirat në jetën e tyre. Isham shumë i lumtur, shumë krenar që i kam këtu afër dhe do kalojmë disa çaste të bukura me ta, si këtu në këto momente, sille mram, sille tani që do ikim në restoranin luksus, dhe do kemi mundësinë edhe kemi edhe biseda të afërta me ta. Unë i falenderoj edhe për skulpturin që kanë bërë Gjergj Kastriotin në Tuz, ku për të parën herë u realizua ëndra e malësorëve, ku ne me të vërtet kem pas dëshirë që me vite me parë kjo ëndër të realizohet, por nuk ishte e mundur, por tani u realizua dhe jemi krenar. Faleminderit dhe unë ju uroj suksese, qoftë ju personalisht ose gjithë shoqatës Jehona e Malësisë, duke qenë gjithmonë mbështetëse për të gjitha projektet dhe për të gjitha artistët që duan të ofrojnë publikut shqiptar atë që meritojnë, vetëm art. Amelësira gjithmonë është e fundit, edhe unë e lash për ju që të fundit, t'ju përshëndes për pjesëmarrjen tuaj dhe për lajmin tuaj që e jepni në krejt trojën shqiptare. Nga zemra, faleminderit dhe suksese televizionit tuaj dhe tonin. Faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu prokurorin Robert Lulgjura, i cili përpiqet të kandidoj për një vend në Kongresin Amerikan. Roberti është një djalosh i ri me talent, por është sot pjesëtar i këtij eventi. Robert, si e vlerësoni këtë ngjarje? How you appreciate this event? Faleminderit shumë, Rafael. Ti e shoku em, and always nice me fol me ty. Appreciate it. Yeah, beautiful event, right? Always great me bashkuat të tanë shqiptar, to celebrate, to get together, and what a better and more noble cause than the greatest Albanian warrior ever, Skanderbeg. And I think it's pretty neat that in Tuzi, which is technically another country, Montenegro, not even dominantly controlled, the whole country not even dominantly controlled by Albanians, to put an Albanian hero downtown, pretty neat, Rafael. Pretty neat that is appreciated not only from the people there,
everything because it's a trace of the Albanian descent on those lands. Couldn't agree with you more. It is a trace of Albanian descent on those lands, and it's nice when we highlight Albanian statues, Albanian heroes, Albanian religious leaders, and Albanian artists. Rafia, look, you know me, I'm biased. I'm like you. Albanians do it the best. Every career path, we're the hardest workers, and we're the most talented. And for far too long, other ethnicities have gotten more credit than us, but no longer. And it was nice that they highlighted a lot of Albanian artists. They do really great work, and I think Albanian artists are the best in the world. When we come to America, what does the first generation do? Hard labor jobs. They wash dishes. They clean offices. I did it. Familjen ti did it as well. Second generation, keeping in business. Businessman, restaurant, real estate, etc. The third generation, the last, the hardest to get is politics and diplomacy. And I promise you, Raphael, with your help and our hard work in the community, God willing, me, but other Albanians after us, we get in a public service and we be a voice and we get in all those rooms and make sure that a Shqiptar. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne do të deshim dhe ja ku e kemi vlerësimin e një profesionisti për një profesionist artist të fotografisë, Ledio, përfaqësuesi i familjes së njohur Veseli në fotografi në Tiranë prej kohësh. Ledio, si e vlerësoni këtë punë që ka bërë Vlasovi? Është me të vërtet një punë shumë tërheqëse, për mua të paktën. Nuk është thjesht një dokumentim gazetaresk, domethënë kuptimi që e dokumentove edhe ndodhi, por vërtet ka krijuar, po i thoj edhe njerëzve të tjerë, ka krijuar art nga arti. Domethënë artisti skulptori që po bën të skulpturën, por dhe zoti Sule ka krijuar art duke e dokumentuar punën që ka bërë ai. Pra është një gjë e veçantë, unë pyeta dhe Adrianin, skulptorin, pyeta dhe vetë artistin Vlasovin, më tha 180 ditë janë dashur për të marrë çdo fotografi në detaj, sepse duhej gjatë procesit të krijimit të veprës që nga balta deri në bronzë. Po, kjo është dhe zgjedhja që ka bërë autori që ti tregoj të gjitha fotografitë e tij në bardhë dhe zi, jep më tepër domethënë na heq neve atë vizionin e konfuzionit të ngjyrave, po na bën që të fokusohemi tek detajet, nëpërmjet të gjitha ato poret dhe ato gjërat, ato gërvishtjet e metalit apo të baltës, skulpturës dhe mënyra se si ka rënë drita dhe krijimi i dritjeve është vërtet një art shumë i bukur. Çfarë emocionesh ju përcjellin kur shikoni heroin ton kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeun, tashmë të mishëruar edhe në fotografi, përtej bustit që është ngritur vitin e kaluar në Tuz të Malit Zi? Çfarë emocion kem? Kem shumë dashni për artistë, për art. Se pa art, s'ke culture, s'ke community, s'muq me vazhdo communityn përpara pa art, je kështu. Me Slimat Isin kështu, me Gjergj Kastrioti Skënderbeu është i punë madhe, muq me pa si ka vazhdo çka a ba, jo veç me pa kura goditën, so shumë e bukur. Ju a keni lindur këtu në Amerikë? Jam lindur këtu në Amerikë, në Southfield, Michigan, po. Dhe unë duhet të komplimentoj për shqipen që po përpiqesh të flasësh dhe është tingëllon shumë herë më e bukur e thënë kështu. Të dashur teleshikues, kemi edhe sekretarin e Johonës këtu, emri juaj? Nora Junçaj. Nora, është një aktivitet krejtësisht i veçantë ky aktivitet. Unë vlerësoj faktin e atyre që e ideuan edhe e mbështeten, sepse nuk është aq e lehtë të krijosh një aktivitet cilësor. Jemi mësuar me aktivitete të karakterit folklorik, por kjo është diçka e vërtet që vlerëson artin e vërtet, sidomos për një figurë të tillë madhore si Skënderbeu. Si është organizuar puna për këtë aktivitet? Unë mendoj se puna ka filluar te
artisti jo vetëm i fotografe, po i skulpturës. Si që thatë ju, kjo organizim i kësaj eventit është diçka veçantë individual. Dhe si që thanë tana dhe paramet, sigurisht se këto evente libën vazhdojmë pa sidomos të artistik të shqiptar dhe besoj shumë se kanë me vazhdua të kënë këto eventes kësa tjilë. Jo, është një gjë mjaft pozitive dhe forma edhe mënyra se si është organizuar me këtë koktejl, me ekspozitën, me paraqitjen e eventit, pra të organizuar në çdo detaj. Organizatorët të këta eventit jo përveç më politon kolegët e mi e kanë pa vlerën e artistëve jo edhe këta dy, po sidomos ata të tjerë artistë shqiptar dhe si e forcojnë komunitetin në diasporë, si na napin diçka kaq të bukur që të shohim dhe që të punojmë, të krijojmë këto fotografe, këto piktura, këto simbole që na përkujtojnë se për çka punojmë, se për çka duhet të vazhdojmë të punojmë, t'ja kalojmë edhe fëmijëve tonë, si paradarësit e mi na kanë kaluar mua. Një event të rësisht ndryshe, të jetë elegant, vjen sot në Michigan për të gjithë shqiptarët këto. Si është të ishe në drejtimin e këtij eventi, duke qenë më në brendësi edhe duke qenë në afërsi edhe me artistët e kësaj ekspozite? Duke qenë artiste, kuptohet që më rrin shumë afër zemrës që t'jem një nga ato që marr pjesë dhe sigurisht edhe si moderatore e këtij eventit, i mungojnë këtij vendit ekspozita të tilla. Arti figurativ është shumë delikat, është shumë elegant. Dhe duhet vërtet ta kuptosh, ta ndjesh ose ta frekuentosh shpesh që ta kuptosh. Dhe personalisht kur më bë oferta që të isha moderatore, e pranova me shumë kënaqësi sepse kam 27 vjet që jetoj në Amerikë dhe mungoj shumë artin figurativ sepse kam pas shumë për zemër kur jetoja në Shqipëri. Ndryshe nga ato evente që jemi mësuar të shohim, qoftë edhe këtu në Amerikë, po edhe në Shqipëri. Kaq shumë fine dhe kaq shumë elegante ishte, ndoshta edhe një nga rastet ndryshe që shohim dhe Jolia Golli kësaj radhe në skenë. Po se kur kurohet arti nga një artiste, ka gjithmonë elegancë aty brenda. Dhe unë vura dorën time në kurimin e kësaj ekspozite dhe në drejtimin e ekspozitës. Për t'ju referuar vetëm ekspozitës kësaj radhe, cila është një nga ato detajet që ty të impresionoj, të dha një ndjesi ndryshe nga të tjera, cila ndoshta ishte fotografia jote e preferuar e kësaj ekspozite? Po të pasqyrosh monumentin e Gjergj Kastriotit, copa më copa, sikurse e ka pasqyruar Vlasov Sulaj, autori i ekspozitës së fotografisë, besoj që është një mjeshtrim më vete. Ti nuk e din se këtë përqesh më përpara, po si përfundim përqen atë kryesoren që është busti i Skënderbeut, që është vendosur në Tuz.